Dasma shqiptare 2017 paraqet. Më ndëgjoni një herë se dua t'ju kallëzoj një histori të vjetër, po prej atyre historive që s'dalin kurrë nga moda, sepse jeta e fshatit i ka gjanat pak më të rënda, po i ka edhe më të vërteta. Unë jam një grua 50 vjeçe. Krejt jetën time e kam kalu në fshat, me kryt ullë tek toka, tu u marrë me kopsht. E kam një copë tokë dëvogël, po ashtë toka ma bereqetshme e krejt zones. Nxjerr do domatet kuqe flak, specat trash e kunguj që mi ka lakmi krejt fshati. Po fshati s'te je para, e as të mban gjallë me lakmi. Për me nxjerr bukën e gojes, që ato të mbjelluna, më duhet me ngarku në kosh e në shportat mëdhaja, e një herë në javë, pa gdhi mirë me marr rrugën për në pazar të qytetit. E qysh me shku në qytet kur s'ke makinë? E këto hyn punë Roku. Roku ash furgonxhiu i vjetër i fshatit, një 55 vjeç burr. E ka një furgon të bardhë e të vjetër që i kërcet çdo llamarin kur ecën nëpër gropat e fshatit ton. Po Roku e mban atë furgon si sytë e ballit, e lan, e fshin, e i rrin gati si me e pas djalë, se me atë furgon e nxjerr jetën. Rokun e kam njoft qysh kur kemi qenë të rej. Më kujtohet si sot ka kalu ma shumë se 30 vjet kur Roku pa të quë mësit të shtëpia jeme. Ishte një djalë i thatë, i gjatë, me 2 sy të zënj që shkëlqeshin kur më shifte rrugës. Po babës tem i dolen burrat e fisit Rokut në konak e i thanë: "Kemi ardhë me lyp qikën tane për djalin ton." Po që do, baba jem ishte i rëndë, i kishte ide të vjetra. Roku aso kohe ishte vesh një djalë i ri që sapo kishte zonë punë si shofer. Nuk kishte tokë me bollek, e nuk kishte pasuni. E baba jo tha: "Durt e qikës teme s'jan për durt e një shoferi që e ka shtëpinë në rrugë. Unë qiken e du zoj shpije, e me i pastana." E kështu nuk më dhanë. Roku e uli kryt e s'foli ma. E mbas do vjeç u martu me i tjetër, e bani një jetë që e kishte lakmi edhe tjertë. Por mas një kohe, a ju da prej grus. Gruja i shkoj tek njerëzit e vetë, e Roku mbeti prap në atë shpinë e ti, tu u plak me timonin dorë. Po edhe unë bona jetën teme, u martova, e meta e vej shumë heret. E jeta na i tha që njerëzit, po aj maraku i vjetër që kishte pas Roku për mu, kishte mbet aty i fshehun thellë. Kishin kalu 30 vjet, e unë prap u shifsha me Rokun çdo të marte, dita kur unë çoja perimet në qytet. Kur vike me marrë në pikë të mëngjezit, unë dalke para portes teme. I bike Boris 2 herë shkort, e dilte prej furgonit me mdihmu me ngarku arkat me domate e thast me speca. S'malshoj ke fjalen, veç më thoshte: "A u gdhive mirë moj fisnike," e i merte arkat pa mlan me i prekon. Pas i mbyllte dyrt mbrapa, unë hipsha në furgon. Ulsha gjithmonë të sedilja e dytë mbas tij. E furgoni kur mbushe i plot me gratë fshatit që çojshin gjana në pazar, e pleq që shkojshin në spital, por thas me mjell, ando një pule lidhën kosh, kishte shumë zhurmë e muhabetet mëdhaja, e plus thashe theme në atë furgon. Po mas asaj zhurme, unë e dija feks se qa ndodhte. Sa po Roku ulejnë timon, edhe fillon të me unis, qorte dorën e djathte pasyra a madhe mrena furgonit. E leviste pak, fiks sa me zonë ftyren tema aty mrapa. A i rinte serios të i dhonë makinës. Grahke e s'folke me kërken, po sytë e ti në pasyr nuk mu dajshin. Sa herën gritsha sytë, i gjeja sytë e ti aty të më këshyr mund pasyr. E kur unë e ula kryt, se në vike maren nga gratë tjera,
mos na shifte na njana, e ma bon të bajat, ajnë në qeshte lehtë. Vetëm ai shikim në pasqyrë ishte biseda jone heshtun, që zgjaste për disa vjet. Ai s'më tha asnjë fjalë ma shumë, po ata sytë e tij të zënj tashmë të rrethum me rrudha tregojshin që s'm kishin haru kurrë. Ishte fillimi i vjeshtes. Ishte një e marte me e vrant e me një shi të madh që binte me gjyma, e s'kishte ndërmend me pushu. Kisha bo gati do arka me perimet e fundit sezonës. Rrugët e fshatit ishin bo balt e llaç, e nuk dilte njeri jashtë në atë matë. Kur unë dëgju buria furgonit, dola për jashta. S'kishte as një njeri tjetër, e krejt fshati kishte bo pushim atë ditë. Kishin met mrena nga të sobës. Roko dolin pikë shiut. Kishte vesh një xhaket vjetë lkure që ja priste ujin. Ku Rok paska me u bo një kohë qeni, i thash të mojt një qese plasmasi për mi kry. Për qend është kohë e keqe, po unë e ti jemi mësu me u lag, apo jo? Më thaj, të më kap arkat njona mas tjetres me këhet e ti që s'kishin hup fuqi e ishte si me këndjali ri. Basi ngarkojnë pjesën mrapa, e lat derin e furgonit hapun që me hijon. U futa mrena e ula. Ishim vesh në dët në krejt atë furgon të madh. Gjamat u veshen me avull me një herë, e ajo fot në vend shoferit, shkuni kryt nga uji, i ndezi fshirëset e gjamash, e ktheu kokën nga pas. Prap me arka plot, po shkon t'i bie shiut, më tha ai me atë zonin e ti të holl, po plot hije. As lodhet kur kjo gru dë një herë, më thote ai mu. As e ke gjeta s'kan me ndihmu me këto pesha moje bekume. Unë fshiva ballin dhe ja ktheva drejt. Punë është kjo Rok, e token s'mundesh me arrejt. Se le do të frutin në fush, se e kalb shio, e ashtu kalbet mundi i një viti, i thojon Rokut. Ai futi marshin, e makina u nis, e u nisem rrugën e mushon me gropa me ujë. E vërtet që koka, më tha ai të mos i heq syn nga rruga e vështirë. Ka gjanën këtë jetë që kur u vjen koha me u pjek, duhen mbledh, se po i lën tokë me kalu, atëherë të kalben, e të kalbet krejt jeta to e pa. Ma silli mu rreth e rotull, Froku. Si ishte të fol ma për domatet, e kuptova mirë. Fjalet e ti ishin trana. Per herë të parë, mas 30 vjeç, s'kishte njeri me në ndëgju, e s'kishte mo rregulla fshati. Furgoni i ti u bo si një dhomen ngrohtë rrëfimi, midis ati shiut ftohtë. Rruga ishte e gjatë plot kthesa e proska, që u kishin dal ujin rrugë. Roku e lshoj pak ma nga dal makinen dhe filloj me m'kallzu për jetën e ti, për shpinë bosh që e priste kur kthehej, e për drunë që i qante vetem dhe e soli fjalen të atë ditë vjeshtet largat. Më ranë mend, ai baba jot, më tha, kesh theksu mirë që s'ti lëshoj ke dur tua ndo dur të bame me vaj motori, po më kallza pak për ty, atë ka me gjamarak moj gru, apo ashtu ka qenë shkru, më tha Roku. Unë ndjeva një nxehtësi në gjaks. Me Raku stretet kur Rok, i thash, po jeta ka ec, nas jemi mo ata dët asoj kohe, si ka mo ata durt që i ka pa baba jam atëherë, e si jemi mo qysh kena ken. Jemi si s'jemi, më thaj, të njajtit jemi, thjesht kemi pas ma shumë mot me urreshk, e me ditë se qa vlen vërtet. Po jafroheshim qytetit, kur aty te ura vjetër e gurit, rruga kishte bos rrshitjen nga balta. Furgoni e mori një trënditje të madhe për një gropë të thellë, e dëgjum një zhurmë, një hekur të kërsit nga pjesa mrapme ku ishin lidh gjanat. Roku ndaloj furgonin feks në bas do shkurove të mdhaja para ures, aty ku nuk na shifte kërkosh. Na prishi pun balta, thaj, mduhet me dal mrapa me këshyr qatë derin e furgonit, se mos në jon derdh arkat me spesa, e s'shkojmë dot në pazar.
A e hapi derin e tij dhe doli jashtë në baltë e në shi të madh. Unë u çova në kom, mrena në furgon dhe shkova në pjesën e mbrëmshme të bagazhi ku ishin arkat e mia. Furgoni mrena ishte i thatë, ndërsa jashtë ishte shumë ujë e llaç. Roku hapi dyert e mbrëmshme të furgonit nga jashtë. Unë isha në kom mrena në furgon fiks te pragu i dyrve, aty nalt. Arkat nuk ishin derdh, thjesht ishte prish kapsja e një enes derë. Roku ishte poshtë në tokë, fytyra e tij ishte boqull nga shiu, e flokt e thinjna ishin gjithë përballit. Ai po mundohej me rregullu atë kapsen e derës, po syt i ngriti te unë. Unë po rrija aty lart, në prag të okqyr. E merdhja gjëna kur e pash ashtu, e aty se mbajta do të veten. E kisha një copë leckë të pastër që e përdorsha për shkada. E u përkula pak përpara nga pragu i furgonit, e shtriva dorën teme dhe i fshiva ujin që i kishte rënë mbi sy edhe në ballë. Ai ngriu. Shikoj thellë, njësoj si atëherë kur më kishte dërgu mësitet. Në vend se të niste fjalë të kota apo të më thoshte do një gjë, ai boni atë që duhet kishte bon para 30 vjeç. I kapi të dyja duart e mia që i kisha zgjat, edhe mi shtrëngoj fort. E pastaj me një lëvizje vuni njërin kom mbi para kolpin për me u ngrit në alsin teme. Zgjati përsëri duart e tia, ata duart bëme me vaj, e më kapi fort pas jakeve e trikos teme trash prej leshit, e më tërhoqi pak përpara drejt vetes, fiks te pragu i derës e hapun, dhe i bashkoj buzët e tia me buzët e mia. Fillu me të uputh me rokun, e ai hini edhe mylli derën e ulme bashkë në qatë karrigen e mbrëmshme. Filloj me mputh prap. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjni subscribe.